Cilja vendeve të reja të punës në sektorin e turizmit në Gjirokastër ka ulur numrin e familjeve që përfitojnë mbështetje ekonomike nga shteti. Në këtë qark, numri i familjeve përfituese të ndihmës sociale në periudhën janar-qershor 2026 është ulur me 30 familje. Një ndër faktorët kryesor të kësaj dukurie është punësimi i punë-kërkuesve në bizneset turistike, të shërbimit dhe akomodimit, që ushtrojnë aktivitetin në rajonin e Gjirokastrës. Drejtoria e Shërbimit Social Shtetror është duke bashkëpunuar me Zyrën Rajonale të Punësimit në Gjirokastër për përfshirjen e përfituesve të ndihmës sociale në programet e punësimit. Kështu është shprehur për Blu Televizion Magdalena Margariti, drejtore e Shërbimit Social Shtetror në Gjirokastër. Në janar të vitit 2026 kanë qenë përfitues 603 familje në rang qarku për Gjirokastrën nga skema e ndihmës ekonomike, ndërsa në qershor të vitit 2026, pra brenda 6 mujorit, ne kemi 573 familje përfituese në total. Pra shikojmë që kemi një rënje të lehtë të familjeve përfituese nga janari në qershor me 30 familje. Një pjesë e këtyre familjeve, pra antarëve në moshë aktive pune, në moshë pune janë referuar drejt zyrave të punësimit. Pra kjo ulje ka ardhur pjesërisht edhe për shkak të disa punësimeve që janë bërë në bashkëpunim me zyrën e punës. Dhe konkretisht nga skema e ndihmës ekonomike kemi të punësuar nëpërmjet programeve të AKP-s, nëpërmjet programeve të punësimit apo dhe në biznese lokale për shkak të kërkesës që kemi tani në sezon, 27 persona, ndërsa nga skema e PAK-ut përsëri kemi referuar në zyrat e punës për të punësuar persona me aftësi ndryshe të cilët mund të punësohen dhe janë 18 raste të tilla. Në total kemi një shifër prej 45 personash të punësuar nga skema e ndihmës ekonomike dhe personave me aftësi ndryshe. Duke u përpjekur që individ në moshë aktive pune nga skema e ndihmës ekonomike, por edhe persona që janë përfitues nga skema e aftësisë së kufizuar, nëse është e mundur t'i referojmë, të shikojmë kushtet e tyre dhe të shikojmë çfarë është e mundur në bashkëpunim me zyrën e punës, duke parë të gjitha kriteret për t'i punësuar. Në 3 rrethet e qarkut Gjirokastër, Tepelen dhe Përmet mbështeten me ndihmë ekonomike 573 familje në nevojë. Tashmë një pjesë e personave përfitues janë punësuar nëpërmjet programeve të punësimit, si dhe biznesin lokal.